Po nëse nisemi nga mënyra qysh është trajtu kjo çështje, domethënë me vonesat që i ka pas se na dim që me thonë kështu folmja për presidentin mes partive politike ka filluar shumë vonë për mendimin tim, sepse është ditë shprej një kohë gjatë që ne do të kemi nevojë për një president dhe me që kanë shprehur të gjithë pra edhe partia më e madhe vendosur. Po të tjerë gatishmërinë për të ulur biseduar për këtë gjë, mendoj që nuk ka kurrë kuptimi pse nuk e ndonë më herët edhe me trajtu këtë çështje seriozisht. Dhe nëse nisemi nga kjo, po edhe nga deklarimet publike të deri tashme, më shumë ngjason që do të ketë zgjedhje se sa mundësi për me zgjedhjen e president, përveç nëse do të ketë një befasi në moment fundit të cilën nuk mund me refuzu tjetër. Pra sjellja e zotit Kurti duke qenë kryetari i partisë më të madhe, i ka dy mundësi, ose po do me shku në zgjedhje, ose po do me e pru një emën në fund të afatit në kuvend për të nxënë në befasi, do thosha partitë opozitare, duke llogarit mos gatishmërinë e tyre për me shku në zgjedhje dhe kështu me arrit me zgjedhjen një president i cili ai do ta kishte plotësisht në kontroll. Prandaj mendoj që është proces jashtëzakonisht i rëndësishëm në të cilin partitë opozitare duhet të jenë ndërmeshme dhe të mos bien projekti shantazhit potencial që mund të ardhë nga zoti Kurti. Deri tash na kemi pas vetëm një diskutim që është duk pak më serioz, që ishte pra bisedimet që zoti Kurti kishte zhvilluar me familjen Jashari, për potencialisht njërin prej tyre të jetë kandidat për president, mirë po kjo temë mbyll me deklarimin e zotit Murat Jashari dhe tash pra nuk ekziston kjo opsion. Opsioni tjetër që është Davalin është gatishmëria e presidentës aktuale për një mandat dytë, ose më mirë thënë fushata e saj për një mandat dytë, po e cila nuk po duket se po gjen mbështetje të asnjë prej partive politike e as më pak të lëvizjeve vendosur. Mendoj që jo, mendoj që do të kishte më qenë jashtëzakonisht e dëmshme për vendin me shku në zgjedhje. Me që nuk është se kemi pas zgjedhje këto viteve të fundit, më shumë kemi pas zgjedhje se çfarëdo punë tjetër. Nuk jemi në një situatë fort vëllëzshme për me shkuar një herë zgjedhje, pastaj me vonesa të tjera në themellimin e institucioneve dhe çka është edhe më rëndësishme, nuk e di se si zgjidhen zgjedhjet këtë çështjen e presidentit, pra apo sugjeron ose apo përshpreson Kurti që do të ketë edhe deputet, çfarë zgjedh deputetin presidentin vet, kjo është e pamundur. Kështu që këtë drejtim nuk shoh kur fare arsye për me shkuar në zgjedhje. Mirë po, duke thënë këtë, unë nuk mendoj që partitë opozitare duhet që të pranojnë çkado që mund t'ju vijë në kuvend dhe në tavolinë, vetëm që të shmangin zgjedhje, sepse shkuara se jo në zgjedhje është përgjegjësia e Kurtit dhe nuk është e të tjerëve, për shkak të mallësisë ose numrit të deputetëve që ai ka në kuvend. Po unë mendoj që më shumë se sa për emën përveçëm diskutimi është dashur me qenë në bazë të kritereve dhe pritshmërive që po një gjë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që duhet të pas presidenti ose presidentja e radhës nëse zgjidhet është që ta ketë kredibilitetin dhe integritetin e mjaftueshëm personal në mënyrë që ta mirëmbajë, siguroj dhe ruaj të them kështu pamshmërinë e zyrës së presidentit dhe në anën tjetër shërbej vërtet si unitet ose unifikim politik i popullit të Kosovës, e jo të jetë një president ose presidente që i shkon për shtati kryeministrit dhe qëllimi i kryeministrit, veçanërisht kur ato qëllime janë në shpërputhje me kushtetutin, siç kemi parë të ndodhur disa herë të kaluara. Po shetash natyrisht unë mendoj, domethënë parim që është dashur të takojë me gjithë, sidoqoftë ka kuptim se i takon disa prej partive, por i takon ato partitë që kanë numër të mjaftueshëm deputetëve, përmes cilave ose përmes marrëveshjes me të cilat mundesh me arrit të dhjetën e nevojshme. Me Aleancën për Armiqësinë e Kosovës nuk shembull me arritje një gjatë, po mendoj që prapë është dashur të thirrë sepse janë parti parlamentare dhe mendoj që nëse ideja është që me arrit një emën të pranueshëm për gjithë, atëherë kish kondesh me qenë pranueshëm për gjithë dhe jo vetëm për numrin e mjaftueshëm të deputetëve. Sidoqoftë, takimet në formë janë të mirësor dhe domosdoshme. Pra natyrisht që kur ke nevojë për vota, pastaj ulesh dhe flet me tjerës që mund t'i ofrojnë të vota. Koha kur e ka bërë këtë Kurti dhe mënyra që po e bën, mua nuk po më duket që ka qëllimin e gjetjes së zgjidhjes. Sepse duhet me qenë sinqert, nëse ti do vërtet që ta arrish një zgjedhjen e një presidenti, një kandidati kushdo qoftë ai, përmes marrëveshjes me partitë, atëherë ti duhesh me garantu që edhe ato partitë të cilat po hyjnë marrëveshje me ty do të përfitojnë diçka nga kjo marrëveshje. S'mund me pas marrëveshje ku vetëm njëra palë fiton. Pra, ta zëm Kurti e ka interes me zgjedh presidentin me që është kryeminist dhe do me vazhdu. Dhe atëherë bën marrëveshje me njërin prej partive, LDK, PDK nëse cilën do, që do të nënkuptonte potencialisht ndarje pushtetin qeveri ose diçka tjetër që do të ishte e favorshme për atë parti. Kjo kërkesa që ne po e bëjmë qeverinë, po i kryjmë të gjitha institucionet dhe pastaj hajde po flasim për presidentin, në të cilin kërkon që t'ja votojnë presidentin ose presidenten pa ju dhënë asgjë, kjo mendoj që nuk është rrugë për marrëveshje, por është rrugë për nënshtrim. Dhe shumë mirë nëse nuk e pranojnë partitë opozitare në nënshtrim tillë.